Te pika 2 e hedh në votim propozimin që zoti Agran Çalaj të ricaktohet përse ushtrues detyre i Kryeprokuroritetit del në vendim tjetër të Këshillit Prokural të Kosovës. Kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës, me qenë se tani është pozita e lirë, atëherë shkojmë te pika 2 e hedh në votim propozimin që zoti Agran Çalaj të ricaktohet përse ushtrues detyre i Kryeprokuroritetit del në vendim tjetër të Këshillit Prokural të Kosovës. Kush është për? 5 vota për, kundër? Kundër, 1 vot. Po mundesh. Faleminderit. Nderuar kryesues. Unë votoj kundër që zoti Çalaj të jetë kryeprokuror i shtetit për shkak kërkesave të mia që i kam bë në drejtim të zotit Çalaj që të mos ishte pjesë e Këshillit Prokurorial derisa të shqyrtohet çështja e zotit Rikelmendit. Kjo është arsyeja. Faleminderit. Faleminderit profesor. Atëherë konstatojmë se Këshilli Prokurorial i ricaktoi zotin Agran Çalaj në pozitën e ushtruesit të detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit deri në vendim tjetër që do të merret nga ky këshill. Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit. Faleminderit.